Ndërhyrje politike kualifikuan drejtues të Institutit Albanologjik të Prishtinës shqyrtimin që Ministria e Arsimit do t'ja bëjë vendimit të Këshillit Drejtues për emrimin e Meliza Krasniqit si ushtruese detyre e drejtorës së këtij instituti. Në Ministrinë e Arsimit thanë një ditë më parë se vendimi i 20 qershorit për emrimin e Krasniqit është në kundërshtim me rregullorën e punës së Këshillit Drejtues, pasi në vendimarrje morën pjesë 3 prej 5 antarëve e jo 4 sa kërkohet. Por këtë kundërshtoi antari i Këshillit Drejtues Gëzim Aliu, tek tha se reagimi i Mashtit ndërlidhet me faktin se Krasniqi është bashkëshorte e kryetarit të PD-s, Memli Krasniqi. Aja nuk është e angazhuar politikisht. Pse rastisht ka qelluar që t'jetë gruaja e dikujt që tash është politikan, unë mendoj që mund t'jetë një ndërshkaqe të ndërhyrjes politike të ministrisë. Po është ndërhyrje tërësisht e padrejtë, sepse mohohen drejtat themelore elementare të njerëzit. Ushtruesi aktual i detyrës së drejtorit të Institutit Albanologjik, Adel Olluri, e quajti plotësisht legjitime mbledhjen në të cilën Krasniqi është zgjedhur drejtuese e ri. Ai tha se në mbledhje pjesëmarrës në vendimarrje kanë qenë 4 antarë, 3 prej të cilëve me të drejtë vote. Po shpresoj edhe po du me besu që Ministria është e keq informuar për këtë aspekt ligjor, për shkak se është shumë e qartë, kështu Adel Olluri, antari i Këshillit Drejtues të Institutit Albanologjik të Prishtinës, është e qartë, është e zeza në të bardhë. E ish ushtruesi i detyrës së drejtorit Naim Berisha i hodhi poshtë edhe akuzat e drejtuara nga Mashti për moshapje të qëllimshme të konkursit për drejtar të institutit. Ai tha se konkursi nuk është hapur deri kur Agjencia kundër korrupsionit konstatoi që caktimi i Berishës në këtë pozitë nuk përbën konflikt interesi. E kur kjo u bë, ai deklaroi se ministria e bllokoi si proces. Kundërligjshëm ndërhyn në proces, kërkon nga ne, unë dhe sekretari shkencor asaj kohe, të mos e hapim konkursin pa u konsultuar me ta dhe pa e dërguar draftin e konkursit te ministria. Koha që prej 2 ditësh ka kontaktuar edhe Meliza Krasniqin për t'ia marrë një qendrim për këtë çështje, por ajo tha se nuk e komenton rastin.